Shqipëria i bashkohet teknologjisë më bashkëore në fushën e mjekësisë. Fal qendrës së telemjekësisë ngritur në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, çdo pacient që ndodhet në spitalet rajonale të Kukësit, Shkodrës, Durrësit, Korçës, Vlorës mund të konsultohet në distancë nga një mjek konsulent në qendrën spitalore universitare dhe mjekët në qendrën spitalore universitare mund të bëjnë telekonsulta me spitalet dhe institutet e njohura në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në shenjë simbolike në inaugurimin e kësaj qendre u realizua lidhja e parë telemjekësore nëpërmjet teleprezencës me profesor Rifat Latifin, drejtori i projektit themelues, i cili ndodhej me emision në Arizona, si dhe me doktor Halim Kosovën, e përfaqësues të 4 spitaleve të tjera rajonale. Shqipëria po jep një shembull të mirë se vendeve tjera duke shtuar telemjekësinë dhe teknologjinë e avancuar këtyre objektivave të mijëvjeçarit. Dhe unë do ta krahasoja telemedicinën e sotme si një sistem arterial i cili do të pompojë oksigjen në indet dhe organet e sistemit shëndetësor të gjithë vendit. Ju siguroj që ky projekt do të jetë tashmë dhe ndjeshëm do të futet funksional si në rritjen e cilësisë shërbimit ndaj pacientit, ashtu edhe në rritjen e nivelit shkencor të personelit tonë. Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili dhe ambasadori Arvizu e kanë konsideruar shumë të rëndësishme për të ardhur sa më shpejt në ndihmë të sëmurëve kudo që ndodhen telemjekësinë. There of course is a pressing need for better health care in all of Ekziston nevoja e qëndësishme për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në gjithë Shqipërinë, por kjo nevojë është më e theksuar sigurisht në vendodhjet pra në pikat e larta, pra sidomos në fshat. Dhe telemjekësia ndihmon në përmbushjen e kësaj nevoje dhe në kapërcimin e faktorëve që kufizojnë qasjen në shërbime shëndetësore, siç janë infrastruktura bazë dhe kostet e larta. Sot kemi një ditë vetme mundësitë e një diagnoze që shtrihet në teren, pra të një mjekimi dhe trajtimi shëndetësor afër qytetarit, po një gjë ndërkohë me të bashkëton teknologjia dhe niveli i lartë i vendosjes precize të kësaj diagnoze. Gjatë inaugurimit të kësaj qendre, kryeministri Sali Berisha e konsideroi këtë një ngjarje madhore për sistemin shëndetësor shqiptar. Në këtë dhomë të vogël, ideja e parë që të vjen në mendje e tërë bota në funksion të një të smuri. Dhe kjo është një arritje jashtëzakonshme për çdo qytetar të këtij vendi, për çdo mjek të këtij vendi, për shoqërinë shqiptare, sistemin e saj shëndetësor. Një projekt që realizohet në një kohë rekord, që shtrihet në 6 qarqe të vendit dhe që bën përgatitjet për të ushtri edhe në 6 të tjera, që lidh Korçën sot me John Hopkins, një nga kryeqendrat botërore të mjekësisë, do lidh Kukësin nesër me Baltimore, do bëj që të smur të mund të kenë mendimin më të kualifikuar të kohës. Ky projekt për kryeministrin Berisha do të ketë një impakt të rëndësishëm edhe në formimin e vazhdueshëm të mjekëve shqiptar. Sistemi nuk të krijon vetëm këtë mundësi, por nuk të vjen vetëm para një sfide, por me librarinë elektronike të krijon mundësi të pakufizuara, të jashtëzakonshme për kualifikimin e përditshëm, për kualifikimin më të madh. Kryeministri ka shprehur mirënjohjen për USAID-in, pasi sipas tij gjatë këtyre 19 viteve ka realizuar qindra projekte në të gjitha fushat dhe ka shndërruar ato në histori të vërteta suksesi. Kreu i ekzekutivit veçoi projektin e prokurimeve elektronike që bëri që Shqipëria të meritojë çmimin e transparencës Organizatës së Kombeve të Bashkuara, projektin e taksës elektronike, projektin One Stop Shop që rendit sot Shqipërinë në 10 vendet e para në botë për regjistrimin e biznesit, e së fundmi projekti telemjekësisë që hap një kapitull të ri në diagnozën, në formimin dhe komunikimin në tërë sistemin tonë shëndetësor. Kryeministri Berisha dhe të pranishmit e tjerë vizituan më pas bibliotekën elektronike, ku mblidhen dhe ruhen materialet mjekësore në formë elektronike, ndryshe nga metodat klasike të drejtanishme.